Nga sot, Tirana merr drejtimin e presidencës B40, rjeti më i madh i bashkive në rajonin ton. Kryetari i bashkisë Erion Veliaj propozoi ngritjen e një fondi solidariteti për të ndihmuar bashkitë në raste të katastrofave natyrore të shkaktuara edhe nga ndryshimet klimatike. Lidhemi tani me gazetaren Doris Sallaku, e cila do të na shpjegojë se çfarë do të thotë për Tiranën ky zhvillim. Doris, presim informacionet e tua nga samiti dhe deklaratat e bërë aty. Gjenta të përshëndes, ashtu si kurse edhe ju e tha, Tirana merr sot zyrtarisht presidencën e B40-s, që është edhe rjeti më i madh i qyteteve të Ballkanit. B40 është themeluar në Stamboll, e cila mbajti dhe presidencën në vitin e saj të parë, më pas kjo presidencë kaloi Athinës dhe Tirana është e treta që mban këtë presidencë, duke u kthyer në shtëpinë më të madhe të qyteteve të Ballkanit. B40 në parim ka bashkëpunimin, sidomos në rastet e emergjencave apo edhe të krizave klimaterike, zhvillimin ekonomik dhe kulturor apo digitalizimin e shërbimeve. Ndërkohë që samiti që po mbahet në Tiranë i B40-s do të zjas 3 ditë, ka nisur gjatë ditës së dieshme, ku në fillim nisi me mbërritjen e delegacioneve të ndryshme nga qytetet e Ballkanit dhe punimet e samitit po vijojnë gjatë ditës së sotme, ku marrin pjesë kryetar bashkie dhe delegacione nga 54 qytete të Ballkanit. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Erion Veliaj propozoi që të krijohet një fond solidariteti për të ndihmuar të gjitha bashkitë e rajonit ton. Ndërkohë që në fjalën e tij më pas e ka mbajtur edhe presidenti Bayram Begaj, i cili ka thënë se Tirana mikpritse ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm në 10 vitet e fundit. Punimet e samitit do të vijojnë edhe gjatë ditës së sotme, ku do të flasin edhe kryetar bashkia apo përfaqësues nga delegacionet të qyteteve të ndryshme të Ballkanit, vlen për të përmendur kryetari i bashkisë së Stambollit apo nënkryetarja e bashkisë së Athinës. Do të vijojnë këto punime të samitit deri në pasditën e vonë. Është planifikuar gjithashtu edhe një vizitë në piramidën e Tiranës, tashmë të transformuar totalisht, që do të thehet edhe në një qendër teknologjike që pritet të jetë dhe më e madhe në Ballkan, ndërkohë që në fund fare të ditës pritet të bëhet edhe ceremonia zyrtare e kalimit të presidencës nga Athina tek Tirana, e cila do ta mbajë përgjatë gjithë vitit 2024, duke i dhënë mundësinë kështu që të njihet edhe më tepër, por të jap edhe shembujt e saj në qytetet e tjera të Ballkanit për zhvillimet e fundit që ka psuar Tirana, duke u kthyer edhe në një qytet mjaft të vizituar nga turistët, duke krijuar edhe ambiente të ndryshme apo aktivitete për turistët, të cilët zgjedhin të vinë në Tiranë jo më vetëm gjatë muajve të verës, por përgjatë gjithë vitit, me një boom turistik që është kthyer jo vetëm Tirana, por edhe Shqipëria, vlen kjo për të përmendur. Ndërkohë, punimet dhe bashkëbisedimet në ditën e fundit që është nesër të këtij samiti do të jenë në një nivel më teknik dhe do të jenë në një le të themi në një platformë më të shkurtër se sa kjo e sotme, e cila do të vijojë deri pas ditën vonë. Siç e thash edhe në fillim të kësaj lidhje, presidenca e B40-s që do të jetë për Tiranën do të jetë për gjatë gjithë vitit 2024, që konsiderohet një mundësi mjaft e mirë për Tiranën për të treguar potencialin e saj. Të falenderoj Doris Sallaku për gjitha informacionet rreth samitit të B40-s, i cili ka nisur sot në Tiranë.